Muzik, verë dhe të ftuar të ndryshëm. Me këtë atmosferë, socialistët festuan 34 vjetorin e themelimit të partisë. Kjo ditëlindje, socialistët i gjenë duke festuar edhe marrjen e mandatit të 4 qeverisës. Fakt ky që veçua nga Rama, i cili tha se ky vit është më i veçanti për ta. Kjo është një ditëlindje që bëhet e veçantë si rezultati faktit që vjen pas një fitoreje shumë domethënëse të Partisë Socialiste, një fitoreje e cila vjen me një përgjegjësi më të madhe se asnjëherë tjetër. Rama theksoi se mandati 4 do të jetë për integrimin e Shqipërisë në BE dhe përsëriti ambicien për të antarësuar brenda kësaj dekade. Kjo fitore është e lidhur me një mandat besimi të jashtëzakonshëm për të udhëhequr vendin dhe për të antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Nuk ka arsye më të fortë dhe nuk ka edhe domethënie më të madhe lidhur me përgjegjësinë se sa ky objektiv. Në të paktat herë, kreu i socialistëve zgjodhi që të fliste shkurt. Deputet se nuk është as kongres, as konferencë, as asamble. Një mesazh u drejtoi deputetëve të rinj që të ndjekin shembullin e atyre që janë më të vjetër, por nuk la pa përmendur edhe veteranët, ku bëri edhe veten pjesë të tyre. Zysh Artën, që nuk më ndahet, edhe që as nuk e diskutoja që sa dëgjonte emrin do ta bënte fytyrën që të shkeqe më përmend emrin. Zyshe, si shoqëri që të kemi. Edhe shohun Gramos që nuk diskutohet, që sa kohë do ta shoh këtu në oborrin e partisë, jam i sigurt që partia është në rrugën e duhur. Shqetësohuni ditën kur do mungoj Gramozi në këtë obor. Po atëherë do jem asum, kështu që shifni e bëni. Zgjodhi që të fliste shkurt jo pa qëllim. Pas ikone qëndrimit në fest, Rama ja dedikoi kreut të Bashkisë Vlorë, Ermal Dredha, ku nga gjuha e trupit shihet se biseda mes tyre ka qenë me tone të larta.